Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Korçës, këshilltarët e djathtë janë përfshirë në një debat me kryebashkiakun Filo, duke vënë në dukje se 49% e shpenzimeve të bashkisë shkojnë për paga personeli, çka sipas tyre nuk është e drejtë, ndërsa kryebashkiaku i Korçës ka dhënë edhe sqarimet përkatëse, duke u shprehur se nuk ka asnjë abuzim nga ana e bashkisë. 49% të shpenzimeve të bashkisë Korçë, po flas për 2026, po edhe më përpara, dhe planifikimin që ju keni bërë për vitet në vazhdim, shkon vetëm për shpenzime personeli. Kjo sipas shifrave tuaj. 49%, gjysma e shpenzimeve që bashkia kryen shkon për paga. Shpenzimet e personelit përcaktohen nga dy gjëra. E para është numri i punojësve dhe e dyta është niveli i pagave. Dhe dua t'ju siguroj që në asnjërin nga këto dy komponent nuk ka ndonjë abuzim apo teprim nga ana e bashkisë. Për sa i takon numrit të stafit, personelit të bashkisë dhe të institucioneve të varësisë, jemi përpjekur të operojmë me stafe minimale, por patjetër atje ku duhen njerëz duhen sepse duhen bërë punë, duhen ofruar shërbime. Kjo e para. Për sa i takon nivelit pagave, ka një kuadër ligjor që është i miratuar me VKM dhe që cakton nivelin e pagave të pushtetit vendor në bazë të madhësisë të bashkisë. Në këtë mbledhje janë miratuar 49 familje përfituese nga fondi 6% i blok ndihmës ekonomike. Nga këto 49 familje përfitojnë nga sistemi pikëzimit në shumën 167.117 lekë. Gjithashtu kemi familje përfituese të energjisë elektrike, 7 të tilla, me shumën 6.424 lekë dhe nga fondi i buxhetit vendor 11 familje me shumën 50.591 lekë. Në këtë muaj kemi 5 familje që dalin nga skema, kemi 9 familje që rifuten dhe 3 familje që futen për herë të parë. Gjatë kësaj mbledhje janë miratuar edhe të tjera pika të rendit të ditës.